Shtetet e Bashkuara të Amerikës japin një tjetër mesazh përvëlues Edi Ramës. Në Tiranë ka zbarkuar në një vizitë Mark Tervakovski, drejtor për Europën dhe Azinë në Byron e Çështjeve Ndërkombëtare të Narkotikëve dhe Zbatimit të Ligjit në Departamentin e Shtetit. Ai zhvilloi takime në SPAK dhe gjykatën e posaçme, sikundër edhe në BKH, me drejtuesit e këtyre institucioneve, si edhe me presidentin e vendit Bajram Begaj, ministra dhe përfaqësues të policisë. Por fakti që e bën dramatik lajmin është shmangja totale e kryeministrit Edi Rama, pasi agjenda e tij nuk përfshin asnjë takim me kreun e qeverisë shqiptare. Dukshëm kjo është një tjetër dëshmi e ftohjes së raportit mes palëve. Në një reagim, ambasada amerikane në Tiranë thotë se vizita theksoi forcën e partneritetit mes dy vendeve dhe angazhimin kundër krimit ndërkombëtar dhe trafikimit të narkotikëve. Një ditë pas protestës kombëtare të opozitës, që përfundoi me bilanc të rënd, mbi 20 të plagosur e po aq të arrestuar, kanë ardhur edhe reagimet përplasëse mes palëve. Pas disa socialistëve reagoi edhe vetë kryeministri Edi Rama, i cili fillimisht publikoi pamje të sendeve që sipas tij përdoren për të sulmuar efektivët e policisë. Ai akuzoi direkt Partinë Demokratike për përdorim të dhunës dhe paralajmëroi se autorët e sulmeve duhet të ndëshkohen nga drejtësia. Rama theksoi se përballja politike do të zgjidhet në zgjedhjet e ardhshme dhe qeveria do të vijojë agjendën për integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian deri në vitin 2030, duke u bërë të qartë të gjithëve se nuk do të ketë asnjë lloj tërheqje, por përkundrazi, çdo bilanc i tillë proteste do të ndëshkohet. E menjëhershme ishte kundërpërgjigja nga kreu i grupit parlamentar demokrat Gazmend Bardhi. Ky i fundit akuzoi Ramën për panik dhe frikë nga humbja e pushtetit. Bardhi garantoi se protestat do të vazhdojnë duke kritikuar përdorimin e gazit lotësjellës dhe dhunën policore dhe vuri në dukje se vendosmëria e opozitës dhe qytetarëve nuk do të shuhet përkundrazi. Është shumë afër asaj që ai e quan fundin e regjimit të Edi Ramës. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha akuzoi sot policinë e shtetit për skenar gjatë protestës së zhvilluar mbrëmjen e dieshme në Tiranë. Ai pretendoi se policët e plagosur ishin vetëm për efekt skenik, duke thënë se kishte verifikuar personalisht situatën në spitalin e traumës dhe nuk kishte asnjë problem real. Berisha akuzoi kryeministrin Rama për përgatitje të skenarit të përshkallëzimit të situatës dhe përdorim plumbash gome ndaj protestuesve, të cilët sipas tij zhvilluan një kryengritje paqësore. Ai vlerësoi pjesëmarrësit përqendresën dhe tha se protesta e 10 shkurtit shënon një kapitull të ri kundër narkodiktaturës. Sipas Berishës, forcat e rendit përdorën dhunë të panevojshme dhe rrezikuan jetën e qytetarëve dhe deputetëve, por demonstruesit paqësorë rikthyen shpresën dhe besimin në triumfin mbi regjimin e Ramës. Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën territoriale rifilloi këtë pasdite punimet e tij, këtë herë edhe me pjesëmarrjen e opozitës, pas një periudhe përplasjesh të forta politike që u reflektuan edhe në seancën e fundit parlamentare. Bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku theksoi se tashmë është momenti për të kaluar nga dakordësia formale. Bashkëkryetari socialist Arbian Mazniku theksoi se tashmë është momenti për të kaluar nga dakordësia formale për bashkëpunim, te puna konkrete dhe ndjekja e agjendës së reformës territoriale. Nga ana tjetër, bashkëkryetari demokrat Luciano Bocci vuri në dukje se klima politike në kuvend mbetet e tensionuar. Ai deklaroi se marrëdhëniet mes mazhorancës dhe opozitës nuk janë normale, duke fajsuar sjelljen e shumicës për situatën e krijuar. Ish-presidenti Ilir Meta ka reaguar nga qelia lidhur me debatet e fundit politike dhe reformën në drejtësi. Në një deklaratë publike, Meta akuzon mazhorancën se po miraton ligje me porosi në shkelje të kushtetutës për të favorizuar sipas tij biznesmen të lidhur me kryeministrin. Ai thekson se raste të tilla janë denoncuar publikisht dhe janë kallëzuar edhe në SPAK. Meta shprehet i shqetësuar se tani po tentohet ndërhyrja edhe në reformën në drejtësi, duke e cilësuar si të rrezikshme çdo nismë të tillë. Sipas tij, arsyeja kryesore e këtyre ndryshimeve lidhet me pretendime për pezullimin e presidentit, gjë që Meta e quan absurde. Ai nënvizon se kushtetuta nuk parashikon pezullimin e presidentit, përveç se nëse ai vendos të vetë pezullohet. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato prezantoi sot 14 shërbime të reja për fëmijët dhe nënat në nevojë, duke theksuar se Shqipëria ka përfituar mbi 100 milion euro nga Bashkimi Evropian për mbrojtjen sociale, punësimin dhe zhvillimin e kapitalit njerëzor. Ai theksoi se shifrat janë të rëndësishme, por ndikimi real matet nga puna në terren dhe efektiviteti i shërbimeve për qytetarët. Gonzato kërkoi transparencë dhe llogaridhënie në menaxhimin e fondeve, duke mbështetur bashkitë dhe organizatat e shoqërisë civile për të ofruar shërbime sipas standardeve të BE-s. Ai rekomandoi kapitalizimin e investimeve ekzistuese, fuqizimin e bashkive edhe bashkëpunim të ngushtë mes qeverisjes qendrore, vendore dhe sektorit civil për të siguruar sisteme sociale të qëndrueshme dhe të drejtë në rrugën drejt antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.
Kryebashkiaku i Rogozhinës Edison Memolla u dorëzua për të vuajtur një vit burg pas vendimit të apelit të posaçëm. Ai e konsideron veten të burgosur politik dhe shpreh bindjen se vendimi ka pasur ndikime politike, duke paralajmëruar se do ta ndjek çështjen deri në Strasburg. Në reagimin e tij të gjatë nga qelia, Memolla thekson se mbetet socialist dhe u bën thirrje mbështetësve të Qendrojnë të Bashkuar, duke shtuar se është i burgosur por jo kriminal. Ai cilëson sulmet personale dhe politike si një sfidë përkohshme dhe shpreh mirënjohje për mbështetjen e qytetarëve, familjes dhe bashkëpunëtorëve. Në fund Memolla e përshkruan vuajtjen e dënimit si një lamtumire e përkohshme dhe nxit optimizëm për të ardhmen, duke theksuar se shpresa e besimit për idealet mbeten të paprekura. Ish kryebashkiaku i Memalia Gjolek Guci është marrë i pandehur nga SPAK për shkelje të barazisë në tender bashkë me ish nënkryetaren Edbonda Arizi, ish drejtorin Feta Hoxha dhe administratorin Bersan Tylli. Hetimet lidhen me prokurimin për ndërtimin e ujësjellësit rajonal për 8 fshatra dhe qytetin e Memaliajt me fond mbi 493 milion lekë. SPAK ka konstatuar se të pandehurit krijuan avantazhe të padrejta për operatorë të caktuar ekonomik, duke shpallur fitues bashkimin e kompanive që kishin mangësi në dokumentacion dhe duke lejuar nën kontraktim me shoqëri në konflikt interesi. Procedimi penal ka nisur pas kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit në tetor 2024 dhe tashmë kërkesa për gjykim është dërguar pranë gjykatës së posaçme. Ky rast vjen pas mandatave të Gucit në krye të bashkisë dhe një fitore e të opozitës në zgjedhjet e fundit vendore. Hetimet vazhdojnë për të sqaruar përgjegjësitë e ish zyrtarëve. Banorët e disa fshatrave në Thuman bllokuan për rreth një orë rrugën që i lidh me aksin Thuman-Kashar pranë Gramzës për të kërkuar ndërhyrje urgjente në infrastrukturë. Protestuesit denoncuan dëmtimet e shumta në një segment prej 500 metrash ku gropat dhe asfalti shkatruar vështirësojnë lëvizjen e automjeteve dhe rrisin rrezikun për aksidente. Banorët kërkuan rikonstruksion të plotë dhe paralajmëruan protesta të mëtejshme nëse institucionet nuk veprojnë. Në tubim ishte edhe Aulon Kalaja, i cili theksoi se situata ka dëmtuar jetën e 3000 banorëve dhe se duhet asfalti qëndrueshëm, jo asfalt elektoral. Ai e cilësoi protestën si legjitime dhe kërkoi reagim të menjëhershëm nga autoritetet për zgjidhjen e situatës. Familja Kola, që humbi jetën tragjikisht në Itali, kthehet për të prehur në atë dhe trupat e pajet të 4 antarëve të familjes Kola, kryefamiljari Arti, bashkëshortja Jonida dhe 2 fëmijët Hajdar e Jessica, që humbën jetën nga helmimi me monoksid karboni për shkak të kaldajes në banesë, mbërritën sot në Shqipëri dhe nesër do të përcillen për në banesën e fundit. Trupat e viktimave ju nënshtruan analizave toksikologjike, ndërsa hetimet në shtetin italian vijojnë. Ata do të përcillen këtë të enjte në banesën e fundit në fshatin Grykshi i Madh të Peqinit. Për kthimin e trupave në Shqipëri, vëllai kryefamiljari Durim Kola hapi një GoFundMe ku u mblodhën mbi 75.000 euro. Në Hag vijoi sot në ditën e 3 radhas gjykimin ndaj shkrerëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Recep Selimi dhe Kadri Veseli. Pas deklaratave të prokurorisë ku kjo e fundit dha edhe pretencën me 180 vite burg në total, sot folën avokatët mbrojtës. Avokati ish presidentit Thaçi, Luka Mishetic, argumentoi se Thaçi nuk ka qenë në Kosovë për pjesën më të madhe të periudhës së përmendur në akt akuz dhe nuk ka prova që ai të ketë marrë pjesë në takimet e shtabit përgjithshëm të UÇK-s. Ai rrëzoi pretendimet se UÇK kishte një sistem funksional komandimi dhe theksoi se komunikimi kryesor i antarëve të ndërmarrjes së përbashkët kriminale ishte politik, përmes deklaratave publike dhe jo urdhra të detyrueshëm. Mbrojtja theksoi gjithashtu dëshmitë e diplomatëve ndërkombëtar që konfirmojnë se Thaçi ka bërë thirrje kundër dhunës duke e paraqitur atë si të pafajshëm dhe duke kërkuar që ky të jetë qëndrimi fillestar i trupit gjykues. Qëllimi i mbrojtjes është të tregojë se provat e prokurorisë nuk arrin të provojnë fajësinë e ish shkrerëve përtej çdo dyshimi të arsyeshëm. Në gjykimin për vrasjen e Liridona Ademajt me 29 nëntor 2023 në Kosovë, i akuzuari bashkëshorti i saj Naim Murseli ka kërkuar nga gjykata të lejohet komunikimi me fëmijët e tij të cilët ndodhen në Suedi. Autoritetet suedeze janë kontaktuar dhe çështja është në pritje të përgjigjes së tyre. Një tjetër kërkesë e Murselit ishte ajo për të biseduar me biznesmenin Bexhet Pacolli, mirë po kjo nuk është miratuar, pasi ligji ndalon komunikimin me persona që përfshihen në kategori të ndaluara. Murseli ka deklaruar gjithashtu se ka pasur një parakontrat borxhi me Pacollin në vlerë 100.000 euro, e cila shlyer në mënyra të tjera sipas tij. Pacolli ka thënë se do të pranonte një takim nëse do të ishte në favor të një qëllimi të mirë. Murseli akuzohet si porositus i vrasjes së bashkëshortes së tij, ndërsa Granit Plana dhe Kushtrim Kokalla akuzohen për bashkëkryerje të veprës. 1/4 Tom Doda, i cili shiti armën për 280 euro, ka pranuar fajësinë dhe është dënuar me 3 vjet burg nga apeli. Prokuroria e ballafaqoi sot Murselin me deklaratat e mëparshme gjatë mbrojtjes së tij.
Kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis takoi sot me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan pas një viti e gjysmë pa një takim kokë më kokë mes tyre. Diskutimet do të përfshin marrëdhënie dypalçe dhe çështjet e hapura në mesdheun lindor, përfshir shpalljet Navtex dhe projektet për parqe detare. Në fokus janë gjithashtu zhvillimet në lindjen e mesme, situata në Iran dhe lufta në Ukrainë që ndikojnë në sigurinë rajonale. Të dyja palët synojnë të ruajnë dialogun dhe të shmangin tensionet, duke nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi për fatkeqësitë natyrore, inovacionin dhe ekonominë. Agjenda në Ankara përfshin gjithashtu rritjen e shkëmbimeve tregtare, aktualisht rreth 5 miliardë euro, duke e konsideruar takimin një hap drejt stabilizimit të marrëdhënieve greko-turke dhe bashkëpunimit praktik. Përleshje fizike u regjistrua në Parlamentin e Turqisë gjatë ceremonisë së betimit të ministrave të rinj të drejtësisë dhe të brendshëm pas një mini riformatimi të papritur të qeverisë nga presidenti Recep Tayyip Erdogan. Para betimit të Akin Gürlek si ministri i drejtësisë dhe Mustafa Çiftçi si ministri i brendshëm, deputetët e opozitës nga Partia Popullore Republikane morën foltoren duke ndërprerë seancën. Nën kryetaria e CHP-s, Gül Çiftçi, e cilësoi emërimin e Gürlek si shpërblim të hapur për veprimet e tij kundër partisë. Ky është ndryshimi i parë në kabinet që prej zgjedhjeve të vitit 2023, ndërsa autoritetet nuk kanë sqaruar arsyet e riformatimit. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky do të njoftojë më 24 shkurt planet për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale dhe një referendumi mbi një marrëveshje të mundshme paqe me Rusinë në përvjetorin e 4 të pushtimit rus. Përgatitjet për zgjedhjet dhe referendumin kanë nisur pas presionit nga administrata e ish-presidentit amerikan Donald Trump, që kërkonte organizimin e tyre deri më 15 maj për të mos humbur garancitë e sigurisë nga SBA. Debati për zgjedhjet ka qenë i ndezur që nga viti 2024, pasi ligji ushtarak dhe lufta penguan mbajtjen e tyre. Zelensky ka paralajmëruar për rreziqet serioze e sigurie, sfida logjistike dhe pengesat për pjesëmarrjen e ushtarëve dhe qytetarëve të zhvendosur. Ndërkombëtarisht, shtyrja e zgjedhjeve ka ngjallur reagime, me perëndimorët që mbrojnë kornizën ligjore ukrainase dhe Rusinë që e ka përdorur çështjen për të vënë në dyshim legjitimitetin e qeverisë së Kievit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaron se po shqyrton mundësinë e dërgimit të një grupi të dytë goditës aeroplanmbajtës në lindjen e mesme, në rast se bisedimet me Iranin nuk japin rezultat. Shtetet e Bashkuara dhe Irani rifilluan bisedimet të premten e kaluar në Oman për herë të parë pas luftës 12 ditore. SBA-t kanë forcuar praninë ushtarake në gjirin Persik, ku tashmë vepron aeroplanmbajtësia USS Abraham Lincoln me flotën e saj. Trump theksoi se shpresonte rruga diplomatike duke vlerësuar se Irani po merr pjesë më seriozisht në raundin e dytë të bisedimeve, por paralajmëroi se në mungesë të marrëveshjes mund të ndërmarrë veprime shumë të ashpra si më parë. Shqipëria ka nisur zyrtarisht garimin në lojrat olimpike dimrore Milano Cortina 2026 me 4 sportistë, të gjithë në disiplinat e skive alpine. I pari që zbriti në pistë ishte 22 vjeçari Deni Xhepa, i cili garoi në Super G për meshkuj dhe u renditi 34 nga 42 pjesëmarrës, me kohën 1:31:72, rreth 6.40 sekonda më ngadalë se fituesi, zvicerani Franjo von Almen. Argjendi shkoi për amerikanin Ryan Cochran-Siegel, ndërsa bronzi për Marco Odermatt. Në të njëjtën garë, albanelezi që përfaqëson Francën u renditi 15. Xhepa rikthehet në pistë më 14 shkurt në slalom gjigant. Vëmendja është e 19 vjeçaria Lara Kolturi, e renditur në top 10-en e Kupës së Botës këtë sezon.